A ju kanë sjellë ushqim? Jo. I pari ti e që të ardhë. Ju përna pari person që vjen të një muajin e shtyllas. Përshëndet i pari. As nuk ka erdhe, as të bashkisë, as të komunës, njeri. Të gjithë i kanë bashkisë, duke ngordhur dhjetë. Nimat në komunën e Levën ndahen mon telefonat, si mos e deputetëve. Tu është fshati djathtë, ta kalem pas dore. I lutemi shtetit mos të bëj dallime. Ushqim s'keni fare domethënë. Ushqim s'kemi. Baktit siç i thon gjallë të mban gjallë neve ato po thoshe po na ngordhin. Mbi 500 hektar. Po. Domethënë gjithë zona e fshatit. Vetëm zona e fshatit ka nga i dy lym tokë ka këtu te Ullikë, shikoj. S'ka asgjë më botë. Askush s'ka ardhur ti shoh. Kur e plaku ka shkuar në komunë, e ka bërë të qartë situatën, prap nuk ka asnjë reagim. Detyra jon si opozit është ju gjendemi pranë këtyre banorëve me sa mundemi. Po kjo nuk zgjidhet me vullnetarizëm, nuk zgjidhet vetëm me solidaritet. Kjo situatë kërkon patjetër ndërhyrjen e shtetit. Ndaj, unë përfitoj nga rasti t'i bëj thirrje strukturave, t'i bëj thirrje kryeministrit edhe një herë që kjo punë nuk merret me vullnetarizëm, nuk merret me shfaqjen nëpër magazina private, po merret me shpalljen e emergjencës, me dedikimin e fondeve në mënyrë transparente. Nuk mund të trajtojnë njerëzit si të nënës dhe si të njerëkës. Uji nuk kursen të majt apo të djathtë, nuk shikon të majt apo të djathtë, i merr përpara të gjitha. Askush nuk e di sa fonde ka dedikuar qeveria për emergjencën. Për Serbinë e Bosnjën e dim, për emergjencën tani nuk e dim. Me vullnetarizëm kësaj nuk i dilet. Unë falenderoj nga zemra të gjithë ata që kontribojnë dhe ju bëj thirrje të vazhdojnë të kontribojnë, po kjo nuk zgjidhet me ndihma vullnetare. Ndaj edhe një herë i bëj thirrje kryeministrit të vihet në krye të punës, t'i lërë shfaqet nëpër magazina, t'i lërë shfaqet me njerëz goditur që i kap për qafe e gjoja e ngushllon dhe të bëj skemen e shpërndarjes së ndihmës sipas nevojave.